E mbani mend atë? Vajza që parandalon rrëzimin e aeroplanit dhe shpëton 275 persona, mrekulli e pabesueshme. Një vajzë e vogël ishte emocionuar për udhëtimin e saj të parë me avion, por kur u feja goditi avionin dhe ajo ishte e vetmja që mundi t'i shpëtojë të gjithë, bota e saj ndryshoi përgjithmonë. Aeroporti ishte i zënë sikur më parë, kur Kate dhe vajza e saj 5 vjeçare, Jane, mbërritën për të nisur udhëtimin e tyre të parë në Orlando. Do të ishte udhëtimi i tyre i parë në Disney World. Në nebi ishin veshur rehat, gati për të përballuar orët e gjata të fluturimit. Jam shumë e lumtur, mami. Unë dua shumë takoj Mikin, tha vajza e vogël, me sytë e saj që shkëlqenin nga emocioni. Edhe unë dashuri. Ky udhëtim do të jetë shumë i veçantë dhe do të argëtohemi shumë së bashku, tha nëna duke buzëqeshur. Kate eci nëpër aeroport ndërsa Jane kërcente lart e poshtë, e pa afër për të kontrolluar energjinë e saj, duke tërhequr vëmendjen e udhëtarëve të tjerë që shikonin performancën dhe duartërkisnin. Kate, si një nën krenare, ka regjistruar të gjithë skenën dhe e ka ndarë me familjen e saj. Pasi kaluan procedurat e nevojshme, në nebi u futën në zonën e imbarkimit për të pritur fluturimin e tyre. Më në fund, erdhi koha për fluturimin e tyre. Kate dhe Jane morën valixhet dhe u nisën për të hipur në aeroplan. Shiko, mami, ne do të fluturojmë, tha vogëlushja shumë e emocionuar, duke parë nga dritarja. Ashtu është, zemër, ne do të fluturojmë deri në Disney World, tha gruaja, duke shtrënguar dorën e vogëlushes me dashuri. Piloti i bëri njoftimet, duke konfirmuar kushtet e motit, kohën e fluturimit dhe duke përcjellë informacionin e duhur sigurisë, ndërsa stjuardesat paraqitën udhëzimet. Kate ndihmoi vajzën e saj të vendoste ripin e sigurimit, ndërsa vogëlushja u përpoq të kushtonte më shumë vëmendje udhëzimeve që i ishin dhënë. Në rregull, tani jemi gati të fluturojmë, tha nëna duke rregulluar ripin e saj. Aeroplani filloi të ngrihej ngadalë dhe Jane mezi e mbante eksitimin. Ajo shikonte me furi nga dritarja, duke ndjekur çdo lëvizje të avionit. Shumë kurioze, ajo bëri mamas së saj lloj-lloj pyetjesh për aeroplanin. Në nebi u kapën për dore, duke ndarë një përvojë kaq magjike. Kur avioni arriti një lartësi të caktuar, dritat u ndezën, duke treguar se pasagerët mund të lëviznin lirshëm. Kate kishte kohë që kursente para për të organizuar këtë udhëtim magjik për vajzën e saj. Do të ishte udhëtimi i parë i Jane në Disney dhe Kate donte që gjithçka të ishte e përsosur. Ajo donte që ky udhëtim të ishte një kohë lehtësimi për të dyja, aq më tepër pas kohës së vështirë që kishin kaluar. Kate ishte divorcuar së fundmi dhe kjo e preku thellë vajzën e vogël që i mungonte të kishte nënën dhe baban bashkë në shtëpi. Edhe Kate kishte vuajtur shumë. Ajo duhet të gjente një ekuilibër mes punës, rritjes së vajzës saj të vetme dhe përballjes me gjithçka që po kalonte. Gjatë muajve të fundit, Kate kishte bërë gjithçka që ishte e mundur për të kujdesur vetëm për vajzën e saj dhe për ta mbajtur rutinën e shtëpisë sa më normale. Ajo përpoq të kalonte më shumë kohë cilësore me vajzën, duke bërë gjëra argëtuese për të kompensuar mungesën e babait të saj. Më vjen keq për gjithçka, e dashur. Të premtoj që kur të kthehemi nga udhëtimi, do t'i rregulloj gjërat me baban tënd. Mirë? Premtoi nëna. E di, mami, të dua, tha vajza e vogël duke përqafuar nënën e saj. Kur të arrijmë në Disney, do të shkojmë në të gjitha atraksionet dhe do të takojmë të gjithë personazhet që dëshiron. Do të jetë shumë argëtuese, tha Kate e emocionuar. Por të gjithë në aeroplan nuk mund ta imagjinonin se brenda pak orësh jeta e tyre do ndryshonte përgjithmonë. Udhëtimi për në Orlando do të zgjaste afërsisht tetor dhe gjithçka dukej se po shkonte mirë. Pasagerët ishin vendosur të gjithë në vendet e tyre, duke shijuar udhëtimin e gjatë. Disa po flinin, disa shikonin filma dhe disa komentonin destinacionet e tyre. Megjithatë, pas gati 4 orësh fluturim, filloi të formohej një stuhi e papritur dhe avioni filloi të përjetonte turbulenca. Për shkak të stuhisë, piloti nuk ishte në gjendje të kontaktonte kullën e kontrollit dhe u detyrua të merrte vendime të shpejta për të siguruar sigurinë e të gjithëve. Turbulencat vazhduan dhe të gjithë pasagerët filluan të tremben. "Mami, kam frikë," tha Jane duke shtrënguar dorën e nënës saj. "Është në rregull, janë vetëm turbulenca, do të kaloj së shpejti. Mos u shqetëso për këtë, mirë?" tha Kate, duke u përpjekur të qetësonte vajzën e saj, por edhe ajo ishte e frikësuar. Për të rifituar kontaktin me kullën e kontrollit, piloti do t'i duhej të dilte nga stuhia, duke rritur lartësinë e avionit, por ajo që askush nuk priste,
Ishte se ndërsa ata po përpiqeshin të rrisnin lartësinë, avioni do të godite nga rufeja dhe të gjitha sistemet e kontrollit të avionit do të rrezikoheshin. Dritat u fikën dhe për një moment gjithçka eshti. Maskat e oksigjenit të ranë dhe avioni filloi të dritej fort. Pasagerët filluan të dëshpëroheshin dhe bërtisnin nga frika. Styardesat po luftonin kundër zhurmës, duke përpikur të shpjegonin mënyrën e duhur të përdorimit të maskave të oksigjenit. Njerëzit bërtisnin të tmerruar. Ju lutemi, ruani qetësinë dhe qëndroni në vendet tuaja. Të gjithë duhet të kenë kujdes, të vendosin ripat e sigurimit dhe të vendosin menjëherë maskat e oksigjenit, urdhëroi styardesa. E gjithë ajo buj vetëm e friksoi më shumë Jane. Gjithçka do të jetë në rregull, dashur. Le të bëjmë atë që tha styardesa. Le të vendosim ripat e sigurimit dhe masat e oksigjenit, tha Kate duke ndjekur udhëzimet. Minutat në vijim ishin të mbushura me tmerr dhe dëshpërim. Pilotit e ekuipazhi i tij fluturuan për të shmangur rrëzimin, duke u përpjekur të rilidhnin sistemet e avionit për të thirrur kullën e kontrollit për ndihmë. Zonja dhe zotrinj, ky është piloti juaj. Unë kam ardhur t'ju informoj se jemi goditur nga rufeja dhe kemi probleme teknike. Për momentin kemi humbur kontaktet me kullën, por po punojmë për të zgjidhur problemin. Ju lutemi, qëndroni ulur dhe ndiqni urdhrat e ekuipazhit, tha piloti, duke u përpjekur të mbante zërin e tij të qëndrueshëm. Styardesat shkonin nga një vend në tjetrin, duke kontrolluar nëse të gjithë kishin vendosur ripat e sigurimit dhe maskat e oksigjenit siç duhet. Pasagerët e frikësuar bënin lutje të vogla e qanin neshtje, duke kërkuar ngushëllim në një moment kaq të vështirë. Jane e vogël ishte e tmerruar, u shtrëngua fort pas nënës saj, duke përpjekur të kuptonte se çfarë po ndodhte. Pavarësisht situatës kritike, Kate u përpoq të qëndronte e qetë për ta qetësuar vajzën e saj dhe për ta mbrojtur atë. Dhe pastaj befas, avioni filloi të humbas lartësinë me shpejtësi. Pasagerët filluan të bërtasin dëshpëruar. Piloti njoftoi se po bënin gjithçka për të kontrolluar situatën, por të gjithë duhet përgatiteshin për më të keqen. Të dua, Jane, sido që të ndodh, ne do të jemi bashkë, tha nëna duke përqafuar të bijin me gjithë forcën e saj. Edhe unë të dua, mami, u përgjigj vajza e vogël duke qarë. Piloti u përpoq ta mbante avionin sa më të qëndrueshëm, ndërsa bashkë piloti u përpoq të kontaktonte kullën e kontrollit. Ata vazhduan të përpiqeshin të qetësonin pasagerët, të cilët po bërtisnin në mënyrë të dëshpëruar. Thirrjet, britma dhe lutjet e mbushën atmosferën e kabinës me më shumë dëshpërim. Edhe përballë kaosit, ekuipazhi ruajti profesionalizmin e tij, duke u përpjekur të qetësonte pasagerët. Kate e mbajti Jane në gjoks, duke u lutur që disi të dilnin të gjallë nga kjo situatë. Dëshpërimi ishte i dukshëm dhe të gjithë menduan se ai moment do të ishte fundi. Ne nuk kemi kohë, duhet të bëjmë diçka tani, bërtiti piloti, duke shpërthyer në djerës të ftohta. Dhe pas kaq shumë përpjekjesh, pilotët arritën të stabilizojnë avionin. Ata e panë njëri tjetrin me lehtësi, por ata ende kishin nevojë të rivendosnin sistemet në avion. Aeroplani ishte i qëndrueshëm. Ne duhet të komunikojmë situatën tonë me kullën tani, tha piloti, duke u përpjekur të qëndrojë i qetë. Avioni ishte i qëndrueshëm për momentin, por nëse diçka nuk bëhej menjëherë, avioni do të rrëzohej dhe ky do të ishte fundi për të gjithë. Duhet të gjejmë një zgjidhje. Aeroplani nuk do të jetë i qëndrueshëm për një kohë të gjatë nëse nuk bëjmë asgjë, tha piloti i shqetësuar. Ndërsa po diskutonin për zgjidhjet e mundshme, në panelin e kontrollit u ndez një dritë, që tregonte një problem të mundshëm me kablot që lidhnin sistemin elektrik. Fatmirësisht, edhe bashkëpiloti ishte inxhinier dhe kishte njohuri teknike për konstruksionin elektrik të aeroplanit. Nëse do të mund të rilidhim kablot në ndarjen e mirëmbajtjes, mbase mund të rimarrim kontrollin e avionit, shpjegoi ai. Ishte një zgjidhje shumë e mirë, por kishte vetëm një problem. Ndarja e mirëmbajtjes mund të aksesojë vetëm nga pjesa e jashtme e avionit. Megjithatë, bashkëpiloti e dinte se brenda aeroplanit kishte një hapje të vogël dhe dikush shumë i vogël mund të hynte në ndarjen e mirëmbajtjes nga atje. Është një punë e pamundur për ne të rriturit, por ndoshta një fëmijë i vogël mund ta bëjë këtë, apo jo? Tha ai pozitivisht. Më pas, styardesat u shpjeguan situatën pasagerëve, duke thënë se ata kishin nevojë për një fëmijë për të hyrë në ndarjen e mirëmbajtjes. Vetëm atëherë, ata do të jenë në gjendje të rimarrin kontrollin e avionit dhe të shpëtojnë të gjithë. Pa u menduar dy herë, Kate ngriti dorën duke treguar vajzën e saj. Vajza ime është e vogël, ndoshta ajo mund të ndihmojë. Styardesa ju afrua Kate dhe i shpjegoi situatën përsëri në një mënyrë që Jane të mund ta kuptonte. Ai tha se kishte nevojë që vajza e vogël të lidhte kablot e duhura në mënyrë që avioni të mund të fillonte përsëri punën. Është pak e frikshme, Jane, por ti je shpresa jone vetme. A je mjaft e guximshme për ta provuar? Pyeti styardesa.
Jane hezitoi, por nëna e saj enkurajoi. Ti je personi më i guximshëm që njoh, Jane, mund ta bësh. Jane e kuptoi se ajo do të bënte diçka shumë të rëndësishme, kështu që pranoi të ndihmonte. Dhe kështu, stewardesa çoi nënën dhe vajzën te piloti dhe ai tregoi se ku duhet të futej për të lidhur kablot. Kablot duhet të lidheshin në një sekuencë specifike dhe bashkë piloti do të shpjegonte gjithçka Jane përmes radios. Ne të gjithë po muremi me ty, Jane, tha stewardesa, ndërsa vajza e vogël po përgatitej të hynte në ndarje. Kate, shumë krenare, e përqafoi vajzën e saj dhe enkurajoi para se të hynte në ndarje. Jane, plot guxim dhe pavarësisht moshës së re, e dinte se nuk mund të gabonte sepse jeta e të gjithëve ishte në duart e saj të vogla. Me një vështrim të vendosur, vogëlushja hyri në ndarjen e ngushtë, pavarësisht frikës nga gjithë përgjegjësia që kishte mbi supe. Jane filloi të zvaritej në hapësirën e ngushtë drejt kablove të lirshëm. Ndarja ishte shumë e ngushtë dhe errët, ishte vështirë të merrte frymë dhe Jane mund të shihte vetëm fal një elektrik dore të vogël që stewardesa i dha. Kur Jane arriti në ndarjen e mirëmbajtjes, bashkëpiloti filloi të fliste me të, duke udhëzuar për të gjetur kablot e duhura. Ai foli i qetë me një zë të butë, duke u përpjekur të shpjegonte gjithçka sa më thjesht që të mos ngatrohej Jane e vogël. Mirë, Jane, a e shet elin blu? A mund ta futesh në vrimën blu për mua? Udhëzoi me durim. Po, mundem, u përgjigj ajo e friksuar, me duart e vogla që i dridheshin. Vajza e vogël e mbylli telin në vendin e duhur. Ndarja ishte plot me kablot të gjitha ngjyrave dhe Jane e vogël ishte shqetësuar se nuk do të mund ta përfundonte misionin e saj. Jane mori frymë thellë dhe u përqendrua vetëm në udhëzimet e bashkëpilotit. Ajo duhet të bënte gjithçka siç duhet. Fati i avionit ishte në duart e saj. Ndërkohë Kate, piloti, stewardesa dhe gjithë pasagjerët prisnin me tension që bashkëpiloti dhe Jane përfundonin misionin e tyre të madh. Jane e dinte se duhet i shpëtonte të gjithë dhe ajo e bëri atë që i thanë me shumë kujdes. Heshtja në kabinë u ndërprej vetëm nga zëri i ndihmës pilotit që jepte udhëzime dhe zëri i vogël i Jane që përgjigjej në përputhje me rrethanat. Koha dukej se nuk kalonte, të gjithë ishin të friksuar, por pak nga pak Jane arriti të lidhte të gjitha kablot në vendin e duhur dhe më pas erdhi koha për të lidhur telin e fundit, atë të gjelbër. Të gjithë syt ishin ngulur në kabinën dhe heshtja ishte shurdhuese. Ke bërë një punë të shkëlqyeshme, Jane. A je gati për një të fundit? Thjesht vendos kablon e gjelbër në vrimën e gjelbër dhe u bë, tha bashkëpiloti, me zërin e tij që mbarte shpresën që kishin të gjithë. Jane, me duart e saj të vogla djersitura dhe një zemër që rikthte fort, lidhi telin e fundit. Pikërisht në atë moment, drita në aeroplan u ndezën përsëri dhe sistemi kontrollit u kthye përsëri në linjë. Një pësherëtim e madhe lehtësimi dhe gëzimi i pushtoi të gjithë në bord. Oh! Të gjithë broritën e duart trokitën, ndërsa vajza e vogël u largua nga ndarja. Kate qau me krenari dhe gëzim, ndërsa ndihmonte vajzën e saj të dilte jashtë. Pia ime e shtrenjtë, ti ishe e shkëlqyer, dashuria ime, tha nëna duke përqafuar heroinën e saj të vogël. Ti e bëre, Jane, na shpëtove të gjithëve, tha stewardesa me lot në sy. Jane ishte ende pak e friksuar, por ishte e lumtur që kishte arritur të përfundonte misionin e saj dhe të shpëtonte të gjithë. Piloti, me një zë emocionues, falenderoi vogëlushën përmes radios. Ekipazhit e të gjithë pasagjerët të falenderojnë, Jane. Ti je një vajzë e guximshme dhe fal teje, ne mund të vazhdojmë fluturimin ton të sigurt. Na shpëtove të gjithëve. Dhe kështu, udhëtimi vazhdoi pa probleme të mëtejshme. Kur avioni më në fund u ul, aeroporti ishte në trazira të mëdha, pasi të gjithë punonjësit e dinin tashmë për arritjen e madhe të Jane dhe se si ajo kishte shpëtuar jetën e të gjithëve. Pasagjerët dhe stafi i aeroportit broritën për Jane, teksa ajo po dilte nga avioni, duke buzëqeshur nga veshi në vesh. Si shpërblim për guximin e tyre, linja ajrore i dhuroi Jane dhe nënën saj bilet ajrore falas për një vit. Më në fund, në nebi mundë të bënin udhëtimin e tyre të ëndrave në Disney, ku krijuan kujtimet pa harrueshme dhe kaluan kohën më të mirë të jetës së tyre. Historia e guximit të Jane u bë e njohur në mbar botën, duke shërbyer si provë se edhe më i vogli prej nesh mund të bëjë gjëra të mëdha. Dhe që nga një moment, Jane u njoh si vajza që shpëtoi një aeroplan me guximin dhe vendosmërinë e saj, edhe përballë frikës dhe rrezikut, dhe u bë një heroinë e vërtet. Nëse ju pëlqen historia, me siguri video e radhës që shfaqet në ekranin tuaj do t'ju prek edhe ju. Mos harroni të abonoheni në kanal, të na jepni një bravo dhe aktivizoni zilën e njoftimeve në mënyrë që të mos humbisni asnjë nga videot tona të ardhshme. Një puthje e madhe dhe shihemi në videon tjetër.